Ka histori që nuk mbyllen në libra historik apo artistik. Ka histori që mes lotëve janë rrëfyer, drama që ende na prekin. Në kujtesën e njerëzve që ndrojnë të gjalla, ashtu se kurse kanë kaluar nga brezi në brez. Nisemi shkojmë ke shtëpia. Të 15.000. Të 15.000. Kur kjo bori, u të meruan pa mje, e vrarë, gjyshin. E kishin tërhequr. E kishin tërhequr në përshkallë, edhe e kishin vrarë. Dhe qaj, desha të shkonja me nënën, mbas gjysore në lembajnë se e vranë në gjamin, e tuaj, nënën. Të 15.000, juve mbetët vetëm. Isha Qerimeja, 9 vjeqe, unë 7 vjeqe, Faruku 5 vjeqe, edhe Makbulja 2 vjeqe, betëm atje. Nënën e vranë ke gjamia e botatatve, babajnë, bas një 2 ditësh, bashkë me gjithë burat e paramithis, i këshin mbetur, i vranë të shkolla. Të i thirrën për mbledhje, gjoja, për të biseduar, edhe kur vete për të quar diçka, për të ngrënë, i thot a i ka sjellë diçka për të ngrënë, hajde thot, hapi derën e shkollës, në shkollën e fshatit, edhe ishin të tërë të varur në Qengella. Unë kur i shikoja këto, qaja më vjen lot, se i kisha para me si, unë i pasë në smërte, në smërte të filatit, unë i pasë në kufi kur futeshin, ta të vrarë, të lirë kokën, ta beteshin në vënd, nuk këshin kohë njerëzit të varosin njerëzit. Asë një i varosër. Çfarë emocionin ndjeve kur shkove në shtëpinë tënde? Rrapje zemra shumë. Ata më fisë, djali e nusja, nuk fisja do të qara shumë. Ishim 7 vjetër, isha u vjetër, ishte dhe një madhe me moset. Ti ke vajtë parti? Kam vajtëm. Ke vajtë? Kam vajtëm, po gjyshe ime nuk vajtë, jasë. Dhe kjo dhe mje? Po. Shumë faleminderit. S'ka zje vetëm. Nuk gope mu të ke forë për Qamerinë. Qameri aty ka qënë. Aty e ka gjetur deti. Nuk i vi. Ka frikë më të shesin. Të ta qënër. Të baj. Hapën qëtë. Për të dëgjuar këtë histori, lindi një vit më parë edhe Çameko, një hapësirë ku kujtesa merr zë, ku historia nuk është vetëm e shkuara, por një rrëfim i gjallë që vazhdon të na formsojë. Kishin prindër që kishin përjetuar genocidin. Nuk na ushqyen me urrëtie, por na i thanë të vërtetat që të bëshin të fuqishëm edhe të këmbgulnin në të drejtat tona. Dhe këto mua më bën, si mua dhe gjithë brezin tim në atë kohë, të më të moshuar dhe të rinj, që ne gjithë momentin të shpërthejmë. Na lëngon të shpirti gjithi për Çamërinë tonë. Gjaku në fakt nuk bëhet ujë, di. Arab Bus jenë Rogjës, ato e morën vesh që Arab Bus, ka që 20 shkurt të vitit 1991. Dhe në 22 mars ka dalë gazeta e parë
Qamëria Vatra Antare, numri pa. Ishim duke përjetuar realizimin e një ëndre cilën pra e kishim secili prej nesh në vatrat tona. Edhe me këtë po fryderoja nga gëzimi, domethënë ju krijuesha që ata qamëria, tani fjala qamëri do thuhet lirshëm, ja ku erdhi momenti, qast. Këtë vit, Çamiko ka mbledhur dëshmi. Kemi sjell në vëmendje figura, ngjarje, kujtime dhe kemi ndarë emocione, të cilat ndonjëherë qëndronin të fshehura prej vitesh. Ajo kishte shpërndar fletoret, pastaj traktet me një fjalë dhe pastaj kishte vrarë vetën. Mblodha mendjen, unë thash tani do vinë të më thresin. Dhe kisha një fotografi të babait, e vetmja fotografi që kisha. Është një fotografi që ka dalë me një xhup me pellush këtu dhe me kokore në kokë. Çdo episod ka qenë një copës historie, çdo zë një kujtesë më shumë, çdo bisedë një hap për të mos harruar. Krenaria, dashuria mbillet duke i mbajtur gjithmonë të ndezur. Në qoftë se fiket zjarri, ftofet edhe hyri dhe vatra nuk nxehet më. Prandaj duhet ta mbajmë vatrën dhe ty edhe hyrin të ndezur gjithmonë, shpirtin patriotik, jo vetëm çamërisht, por të marrë komë shqiptar. Me këtë podcastin le t'ja themi çamërisht, Çamiko, ju përgëzoj për punën e bërë deri tani, në mënyrën më patriotike, më profesionale, më të ngrohtë, në intervista që keni bërë, keni gjetur figurat më përfaqësuese, më dinjitoze, që kanë dhënë edhe japin për ditë për Çamërinë, sepse çështja e Çame është një lisë i madh, nuk pritet me një sëpat. Ne kemi një detyrë. Sikur edhe Çami i fundit të jetojmë, Çamërinë nuk do të harrojmë. Jemi gjallë dhe akoma Lumi Kanama pikon gjak. Kur diskuton dhe Sali Bollati, nuk i mbaheshin lotët, sepse familja ti u çfaros, nuk isha asnjë thinj. Unë krenohem sot dhe betohem që sa të jem gjallë, nuk i largohem Çamërisë. Le të vdes me fjalën Çamërinë në gojë. Fol moj shgabe zez, a do vesh në prevez? Fol e thuaj që do vete në të 5 vilajete. Është një hartë që me të tërë fshatrat dhe të 8 qytetet e saj, ajo sot e sa tjetë pa ne, që s'jemi pak, po jemi pjesëtar të 72 fshatrave. Çamëria vajton. Nuk e që i thua Çamërisë, është e bukur a dheut. Për këtë të bukurën e dheut që keni punuar dhe juve. Shumë faleminderit. Sot ndalemi në një moment për të parë pasë, për të rikthyer në ato rrëfime më domethënëse, në ato që na kanë prekur zemrat dhe zërat që kanë ndërtuar këtë udhtim. Toman ku që oj pelhol, me bënë me si, e bënë me dor, oj bënë me si, se këta se këndojnë në dialektin çam. Sepse ajo thot, oj bën me si, me bën me e dor, oj të pre djali në obor. Do këndosh edhe ti me ne? Jo. Përvojë njërë, s'ka në gjë. Të besova të ditë, atë ditë moj si u ndama,
Lotët që derdhe nga sitë për mbi vellon ti me ranë. Oj, oj, lule moj, oj, 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 lule moj që të kanë marë, lule moj po digjem malë. Oj, oj, lule moj, oj, 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 lule moj që të kanë marë, lule moj po digjem malë. Lule moj që s'të gëzova, lule që për ty jetova. Bukur, shumë e bukur. Kush është Morea? Allora, Morea, na vijim ka Morea, la parte sud të Shqipërisë, që al confine me la Grecia, giusto? Në Çamëria. Na ne shkopëm shumë vjeç, pero thuhet se na vijim ka Morea. E këndoni ju atë këngë? E këndonin prindrit tuaj, gjyshrit tuaj? Ta canzone të bre. O e bukura more, si të lash e më stëpash. Pra me një canzone shumë e bukur. Unë jam rritur në një familje arbëreshe, ku flitej vazhdimisht e normalisht arbërisht, domethënë gjuha ime është gjuha e nënës, dhe ka qenë zurata më e bukur që unë pata përveç jetës që më dhanë të dy prindrit, që pata nga prindrit e me. Jam martuar me një vajzë arbëreshe të cilën dashurova që në rini, është me mbiemrin Skiro, kemi ta ditjen, dhe të tregoj vetëm një aspekt, një anekdot për të bërë të ditur që ishte metodologjia e mësimdhënies familjare. I me shoqe, kur fëmijat kishin nevojë të flinin gjuhë nuk donin, i këndonte këngë arbëreshe. I këndonte Konstantinin i Vogëlith, i këndonte ato këngë që u kishte mësuar, u fliste vazhdimisht arbërisht, me ne kam folur gjithmonë arbërisht, dhe fëmijat e mi flasin arbërisht. Çamiko në një vit u mundua të jetë një hapësirë ku historia nuk rrëfehet vetëm me data dhe fakte, por me emocione, me kujtime dhe me histori njerëzish. Një vend ku zërat e studiuesve, artistëve, dëshmitarëve dhe të rinjve janë bashkuar për të rindërtuar një pjesë të rëndësishme të kujtesës son kolektive. Gjatë këtij viti kemi dëgjuar histori të dhimbshme, frymëzuese, kemi sjellë në vëmendje figura, ngjarje që meritojnë të përkujtohen, ndërsa hapim biseda për të lidhur të shkuarën me të tashmen. Për Çamërinë është e nevojshme, pasi i është nështruar sistematikisht, sikur thash, një manipulimi shumë të rënd historik. Fillim tetorit, 10 tetor të 43-shit, Napoleon Zerva hyn në bashkëpunim, në marrëdhënie, në marrëveshje me gjermanët, në të gjitha pikpamjet, qoftë të bisedimeve për aq që bëshin, qoftë të veprimeve të përbashkëta ushtarake, deri në muajin gusht të vitit 44 bashkëpunon në mënyrë sistematike me gjermanët. Një trakt të hedhur nga, jemi në tetor të 43-shit, të hedhur nga Zerva, nga Edesi. Mundohet në këtë trakt të hedhin që shiko, dhe nëse bëhet kjo marrëveshje këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe, sepse po luftojmë për Greqinë, ta mbrojmë nga komunizmi dhe me radhë, dhe në një moment aty diku ishte një 10 pika, në pikën e 5 thotë që mos harroni që gjermanët do mundsojnë çarmatosjen e çamëve, e shqiptarëve të Çamërisë, apo mos i doni me armë në dorë shqiptarët e Çamërisë. Kush
kush ishte në të vërtet është përfaqësuesi para dhe pas i frymës anti-shqiptare për jetën dhe veprimtarinë e këtij kriminali, duhet thënë. Një historian nuk e thot kollaj fjalën sepse duket sikur bëhet jashtë, po ky person me ato që ka bërë padyshim që duhet të kishte dalë në gjyqet e kriminalëve të luftës dhe jo të promovohej duke u bërë mbas lufte ministër dhe duke qenë një personazh shumë i njohur politik dhe historik në Greqinë e pas luftës dytë botërore. Të kalosh tani edhe në mes të ikumenicës të kesh bustin e arkitektit të pastrimit etnik. Aty do me thënë është padyshim që provon në stomak të gjitha ato shtrëngimet e mundshme, do me thënë, edhe do stomak të fortë. Pastaj, sigurisht në vitet 1912-13, në kohën e luftrave ballkanike, Greqia fillon një spastrim etnik në masë, pa të dhunshëm. Një fazë tjetër është konferenca Lozanës, 1923, kur Greqia nënshkrua një marrëveshje për shkëmbimin e popullsisë me Turqinë. Në parim ata nënshkruan një marrëveshje për thjesht për shkëmbimin e popullsisë, pra do shkëmbinin popullsinë e vet. Pra kanë përdorur edhe klerik musliman. Dhe ata fen nuk e ndajnë nga shteti. Shteti është funksion të fesë, po dhe feja është funksion të interesave shtetërore kombëtare të Greqisë. Po në këtë periudhë konferenca Lozanës e përdorur në të dëmin tonë. Në gjatë 44 pastaj është goditja finale, ku shteti grek, duke shfrytzuar rrethanat që përmban në luftën e dytë botërore, ndërmori një fushat genocidale ndaj popullit çame, pra që një spastrim etnik i hapur, faqe gjithë botës. Pyetja ime është shumë e thjeshtë. Përse kanë frikë grekët, po marr institucionet greke se kanë populli. Përse kanë frikë që të hapen arkivat? Nëse arkivat tona janë tërësisht hapura, të perëndimit po. Kemi problemin e arkivave greke që nuk janë të hapur dhe sidomos për studiues shqiptar. Përçamërinë është e nevojshme, pasi i është nënshtruar sistematikisht, sikur thash, një manipulimi shumë të rënd historik. Dhe me sa di unë, historianë shqiptarë nuk kanë qasje në arkivat greke. Kemi tentuar në kuadrin e këtij projekti që bëm historinë e shqiptarëve për shekulli 20 të çojmë një grup pune, e quam në Greqi, nuk dhan asgjë nga arkivat, madje edhe në bibliotekat greke ju thanë që librat do t'i fotokopjoni me porcione, me 30% të tyre jo të gjithë informacionin. Gjithë intrigat për Shqipërinë janë gatuar në ato kancelari, pra në Greqi dhe në Serbi. Shumë të rezervuar, kur ne në arkivat tona kemi politika shumë liberale, pra studiuesit grek mund vinë të shohin të gjithë arkivat shqiptare si studiuesit shqiptar. Pra, ne jemi brenda ligjeve europiane dhe perëndimore. Greqia ka kufizime në këtë mes. Çfarë frike ka? Kjo rrit dozën e dyshimit që atje brenda ka diçka që ata duan që të tjerët mos ta dinë. Këtë të premte dolëm jashtë studios Çamikos për të festuar me miq që do të vinë në Kalan Toptane për të zbuluar një tjetër histori identitare, një ekspozit dhe një libër nga Luan Rama për shqiptarët e një shekulli tjetër. Nga tablot e piktorëve francez të shekullit të 19, Luan Rama dhe Fondacioni Çamëria Santasimi ju fton. Dëgjoj nga miqtë e mi, dëgjoj nga njerëz të njohur, por edhe lexoj nëpërmjet komenteve që vijnë në Facebook apo në YouTube, shoh që vërtet ka një lloj pëlqimi podcasti, moderimi, dhe për këtë duhet t'ju vlerësoj dhe falenderoj që për një punë kaq të mirë që jeni duke bërë, dhe në fakt unë thjesht po transmetoj falenderimet e të tjerëve, se falenderimi im patyshim që është brenda. Dhe
në qoftë se do të kthesha shifrave flashin më shumë se sa këto që ne themi. Mos harroj që sot janë në një kontroll të shpejt që bëra në Facebook gati 5 milion shikues të podcastit Çamiko. Për një rrugtim që është për pak se një vit, unë besoj që është një numër optimist, është një numër motivues, tregon që ka njerëz që na mbështesin çështjen çame. U pëlqen ky podcast për informacionet që sjell, i pëlqen ky podcast për le të themi edhe për personalitetet dhe figurat e rëndësishme publike të cilat kanë qenë ulur në këtë tryezë dhe kanë biseduar me juve. Dhe besoj që ka qenë për mua ka qenë një vit shumë i mbar i suksesshëm për Çamiko. Në një vit kam thënë shpesh që zemrën e kam plot, i kam lexuar edhe kritikat për Çamiko. Të gjitha na kanë rritur, na kanë bërë më të fortë. Një vit histori, kujtesë, identitet është realizuar në emrin e Fondacionit Çamëria Hasan Tassini. Ajo që keni parë çdo të premte në fakt kam qenë unë, Luela Meftari, por një vit Çamiko, nga unë, Sildi Goqini, Rezi Ibrahimi, familjet tona dhe me gjithë kënaqësinë e atyre dashamirësve që na ndjekin, ky është vetëm fillimi.